Mbi 40 punëtorë të shtypshkronjës na Predak që 10 muaj nuk kanë marrë rroga. Punëtorët e kësaj shtypshkronje thonë se procesi i falimentimit të ndërmarrjes ka filluar në vitin 2024, ndërsa prej atëherë këndej nuk kanë asnjë informat kthyese. Sipas tyre, ata kanë mbetur në rrugë pasi që pronari i shtypshkronjës i ka dhënë të gjitha objektet me qira, ku kanë punuar mbi 40 vjet. Problem në vete është se deri më tani në gjykatën e Tetovës nuk është mbajtur asnjë seancë. Behigje Sejdia, një nga punëtorët e kësaj shtypshkronje, thotë se pas 45 vjetësh në punë ka mbetur në rrugë. Pronari neve na ka borç 10 rroga. Mi anku, do me thonë, procedura është në gjyq prej janar 2024, edhe deri tash ne nuk kemi kur gjo në gjyq anulohen seancat, do me thonë, çdo herë kur kemi marrë pjesë, ajo, do me thonë, e falimentimit, ajo udhëheqësja e falimentimit prej Velezi, atë se kemi pa asnjëherë, se shteti e ka caktuat. Dhe me thonë, edhe nëse kemi pa nuk vina e duhet neve të na përkrahe ajo, do me thonë, udhëheqësja e stečajt. Edhe advokat kemi për janar 2024. Janar, do me thonë, unë mbyll kësho qelë si unë janar. Mësandine na kanë dhënë kësho, na dhanë, do me thonë, vendime për godishen odmër, ama kolektive. 3-4 muj na mbajten, do me thonë, me kolektiven pushim, që e kom vendimin. Mësandine na dhipshin muj për muj vërtetim se jemi në punë, a ne ishna në shtëpi. Gjatë protestës së sotme, punëtorët kanë kërkuar ndihmë nga shteti, respektivisht nga Ministria e Drejtësisë dhe Kryeministri që të merret me problemin e tyre. Në mesin e atyre që kanë punuar gjatë kohë në këtë shtypshkronjë është edhe Zhivka Dimovska. Ajo është shprehur se udhëheqësja e procedurës së falimentimit duhet që të komunikojë me punëtorët dhe t'i informojë, por ajo nuk komunikon. Niti smo ja videli, niti smo na nekoj roči ishte nash barem da ne prashaja. As e kemi parë se kush është, në asnjë seancë nuk është të paraqitur, të paktën një herë të na kishin pyetur, të paktën t'i kishim treguar hallet tona. Çdo seancë është anuluar me arsyetime se mungon gjyqtari, ai është i sëmur, e sëmur drejtoresha e falimentimit, të gjithë të sëmur. Nëse janë të sëmur, le të sjellin njerëz që janë të shëndosh dhe që do të punojnë. A do të heshte dikush që nuk ka marrë rrogë që 10 muaj? Ne gjatë kohë kemi heshtur dhe ky është një apel deri tek Ministri i Drejtësisë dhe Kryeministri Mickovski, sepse ky është fillimi dhe nuk do të heshtim. Ne nuk kërkojmë asgjë, vetëm rrogat të cilat i meritojmë, tha Zhivka Dimovska e punësuar në shtypshkronjën na Predak. Punëtorët thonë se pas 40 vjetësh punë kanë mbetur askund dhe se nuk mund të gjejnë punë tjetër. Shtypshkronja na Predak është themeluar në vitin 1948. Në vitin 2006, shtypshkronjën e mori shtëpia botuese Prosvet Nodello, e cila tani ka vendosur ta likuidojë pa dhënë shpjegime se përse.